vajze bukur e ekranet, I ka hije puna që e bën. Rasti I Krisës është me të vërteti këndshëm për të rrëfyer. Kur pasioni të bëhet dhe profesion, e ku ka më mirë se kur njerëzit e mirëpresin iniciativën tënde. Në Zoom ka intervistuar gazetaren dhe prezantuesën e njohur nga Shqipëria Çaushi. Ditët e mia nuk janë asnjëherë të njëjta, paktën që kur fillova dhe karrierën time në televizion, pak muaj më parë niste në 4 të mëngjesit, për shkak se isha moderatore e programit të mëngjesit në Radio Televizionit Shqiptar. Tashmë jam pak më e qetë, dita ime fillon rreth orës 8. Sa të bëhem gati dhe më pas sapo të dal nga shtëpia shkon ora rreth 10, pija të kafen e mëngjesit, më pas shkoj në ambientet e punës ku realizojmë edhe mbledhjen e përditshme që kemi me stafin së bashku me Armal Peçin, pasi unë tashmë jam dhe bashkëmoderatore tek E Diela Jon. Dhe kështu vazhdon dita me angazhime të tjera, jo po të gjem në Europë çfarë do vesh muntatën e radhës. Poezia me Lodain Mancaku. Orkestrimi. Atë kemi parë në bashkë prezante me Adriana Matoshe dhe Kledi Kadio. E për në Zoom flet me nostalgjie dhe për moderimin e këtij eventi kaq të rëndësishëm. Dhe tani të paraqesim jurin ton. Realisht unë ndjem shumë fat në fakt që më është realizuar ëndra për të prezantuar festivalin e 62 të këngës. Duhet të them në fakt që konkurenca ndihet gjithmonë, do ketë gjithmonë, sepse ka shumë të talentuar të rinj në fakt, kryesisht të botës së medias që shfaqen çdo ditë në ekran, tregojnë aftësinë e tyre në moderim, në spikërim, në çfarë do lloj fushë të botës së medias, dhe duhet të them që më shumë e kam ndier në fakt gjatë periudhës së festivalit, për shkak se isha një imazh I ri, I sapo dal në ekran dhe të gjithë thua bitën që kush ishte kjo vajza që arriti të merrte festivalin atë vit. Ku tashmë që u bëjnë namin me lek. Po nëse flasim për eksperiencat e reja që mund t'i kemi në jetë, sigurisht që ato nuk përqafon njësoj nga të gjithë. Si reagon Krisa dhe komenteve negative. Ka femra ka dhe meshkuj që. Po dhe shajnë.
pasur shumë personazhe, unë sigurisht ruaj privatësinë e tyre sepse kam pasur kontakte me ta dhe i kam premtuar që nuk do them emra, e di që mbase mund të jem pak e mirë, pak e keqe, por jam matur shpeshherë. Edhe kur e kam bërë atë hapin pak sa të rrezikshëm, të them duke ditë shumë mirë në thonjza pasoja se çfarë mund të ketë, para reagime, viralitete, që video që mund të shkojnë deri tek ta personalisht, e kam marrë guximin, se po nuk pate guxim, nuk quhesh gazetare, kryesisht të showbizit, unë i quaj të gjithë kolegët e mi gazetar investigativ të botës së ro, sepse sigurisht ne hulumtojmë dhe investigojmë akoma më shumë në jetën e tyre, kryesisht jetën personale. Unë e them gjithmonë që kur një personazh bëhet publik, jeta e tij personale nuk është personale. Aktualisht, ajo është në një periudhë më të qetë e më pak angazhime krahasuar kohën kur nuk mundte të dilte as për kafe me Mikesha. Ka pasur disa periudha në fakt ku kam qenë realisht shumë mbi ngarkuar për shkak se po bëja rreth 3 programe njëkohësisht, programin tim, një program që merresh me talentet e reja, gjithashtu edhe mëngjesi, ndodhi që fatkeqësisht u përplasën të treja së bashku, koha ishte shumë e pakët, saqë atëherë realisht thua me veten time pse nuk ka 48 orë dhe pse ka 24. Dhe kur vinte koha që unë vija në shtëpi, pra dilja në 4 të mëngjesit dhe kthesha rreth 10:30, 11 të darkës, thjesht vija në shtëpi dhe flija, saqë ka pasur rastin dhe më tregonte mami që e pyeste babi, po Krisa ku është? Mami që thoshte thjesht ushtri. Pra nuk shikoja pothuajse askënd, vetëm komunikoja nëpërmjet telefonit, shumë të mdhaja mund të thënë, kemi pasur shumë raste në fakt me shoqërinë ku mund ta lija të pinim një kafe së bashku dhe më pas anulloja për shkak të punëve që më dilin dhe ndihem shumë keq për të gjithë ata që i kam anulluar ato kafet, por ja premtoj që do jam shpërblet. Krisa moj, a ua ke anulluar edhe çunave ndonjë kafe apo jo? Cili djali? Djem kam dhe në shoqëri, kështu që edhe atyre ja kam bërë. Tani nëse do të flasim pastaj për jetën time sentimentale, unë ato e kam të shenjtë. Nuk më pëlqen të prononcohem. Ende tani është herët, sepse fokusi im është te karriera sigurisht, edhe gjëja e fundit që do të përflitem deri më tani është për romanca, për gjëra që. Kështu që e lëm enigmë. Arritëm deri në fund të bisedës. Për ne gazetarja shqiptare e ka një mesazh që duhet patjetër ta dëgjoni. Ta shijojnë jetën ashtu siç duan, të mos jetojnë me pengje edhe me, le të themi, me pendesa që o pse e bëra këto, sepse s'po e bëj këtë, shijoni çdo minutë të jetës tuaj sepse është shumë e vlefshme. Ne po shikojmë sot të kësaj dite shumë persona në fakt që po humbin jetën dhe nga problemet e shëndetit mendor dhe nuk kanë shijuar asgjë. Kështu që e vetmja gjë që mund t'i them kjo është, sepse realisht unë po e bëj vetë dhe jam më e lumtur se kurrë.